Për herë të parë, në Shqipëri po mbahet kampionati Europian i mini futbollit. Nga data 20 deri në 24 maj, Tirana do të jetë epicentri i mini futbollit Europian. Çfarë ndodhi në ditën e parë të Europianit? Ceremonia madhështore dhe fitoria spektakolare e kombëtarëve shqiptare. Ndiqeni gjithë përjetimin e plot në Andale Sport. Bravo! Po bëhet gati të fillojë ceremonia hapëse e Eurosoka 2026 mbahet në Tiranë dhe unë jam maskuar si Albani. Maskota zyrtare kombëtare shqiptare që ofshin edhe këtë turne. Shqipëria kthyer në shtëpinë e 28 përfaqësueseve, të cilat synojnë trofeun e Soka Eurocup. Gjithmonë pranë kombëtares së Shqipërisë edhe Albani, maskota zyrtare e kombëtares shqiptare të Soka. Suksese! Ja pse është i bukur futbolli miq, nuk ka rëndësi ku apo si luhet, gjithmonë ka emocione të mëdha që vetëm kur luan kombëtare shqiptare, të drithërohen emocionet gjithmonë. Ja pra shohini çfarë do ndodhi tani. Jam me Lorenzo Srami që performoi e bërja të ndeshën e vet, dhe tani po ndjek ndeshjet e kampionatit evropian. Jam me maskotën më të gjatë në Shqipëri me Flori Thomaj. Është vështirë ti jesh maskot edhe i gjatë në njëjtën kohë. Si duket eventi? Është një lloj koncepti i ri për Shqipëri, po them, mini futbolli dhe ky kampionat që po përqafohet në fund drejtë. Atëherë duke qenë se unë jam edhe fan si i këtij sporti, E luan edhe vet. mundohemi, vjen mirë që ka zhvillime sa më shumë në këtë aspekt, në këtë prizëm në Shqipëri, edhe me thënë drejtën me zi po prisja do me thënë me performua dhe me shiju edhe ndeshjet. Janë fantastike. Tani nuk e di, ke menduar për lojtarë, se për këngëtarë e dim që bën, por për lojtarë do të shohim në ditë apo jo. Unë mendova për lojtarë, smeci majta muzikën, kështu që Nuk po e kthehesh mbrapsht. Nuk besoj që jam ai rasti që Shqipëria ka humbur shumë se vrapa unë gjurin. Do kishim kamp botrori këtë vit, por çfarë ti bëjmë? Çka ka ndryshe mendon mini futbolli nga futbolli? Po, mini futbolli e parë e punës ka më shumë ritëm, sepse është me minuta të pakta dhe fusha shumë e kofizuar në krahasim me futbollin e madh. Dhe gjithashtu lojtarët duken që janë shumë të mësuar dhe duket që loja dhe goli vjen ndryshe nga futbolli i madh dhe nga mini futbolli. A je kurioz të provosh edhe vet? Po, shumë Do kurioz. ta provosh një ditë besoj. Po. Një organizim i veçantë, me familjar, me njerëz, me harmoni, me alegri, perfekt. Tani arsyeja që ka ardhur, je tifoz apo? Tifoz, fëmijët kishin dëshirë, vim kënaqemi të gjithë ato, shohin xhaxhen e tyre që los. Ti je vllai Kaçës së kapitenit apo jo? A mburresh këto tribune që janë vllai kapitenit apo nuk e përdor? Çunat pokur, sa unë jam çunat E kuptoj. Si mendoj që shërben për Shqipërinë, për Tiranë, në fakti që Europiani vjen këtu, se është një Europiani i cili vjen në Shqipëri. Është fantastike, po është gjë e parë që ne e përjetojmë këtë gjë, kështu që është edhe vend shumë i mirë. Ndeshje shumë e bukur, çunat po luajnë shkëlqyeshëm, bravo. Tani ti Kacën e ke vllain tënd edhe besoj ai të ka treguar ca gjëra që ne nuk na i thot. Si e ndjen ai këtë përfaqësim këtu në Shqipëri?
gjë është e sigurt që janë motivuar, janë përqendruar maksimalisht për do më të mirë, besoj do ecin shumë, kështu që le të shpresojmë një rezultat sa më të A mirë. ka përduar trofeun në shtëpi apo? Po, gjysë premtimi, por shpresoj të bëhet realitet. Çdo gjë ka vajtur super mirë. Kemi qenë në Gjermani, kemi qenë në Oman, edhe e njëjta gjë. Gol! Bravo, ore, po thua, le të bëjmë intervistë për Ka gola. ndodhur në gjitha qytetet. E mbyllim me gol. E meriton. E mbyllim me gol çunat. meriton, edhe shpresoj që të fallemi kampion e Evropës. Ndeshja e parë duke mirë, publiku e pëlqeu 5 gola, e filloi mbar europianin këtu apo jo? Në fakt dhe ne pëlqejmë publikun shumë, përveç se publiku pëlqeu lojën tonë, ne pëlqejmë publikun shumë dhe realisht në këtë lloj publiku ndjehesh ndryshe dhe çunat janë komplet më ndryshe. Pra ishte një atmosferë që nuk e kishim provuar ndonjëherë. Kemi pasur atmosferë tillë në Gjermani, por kur e provon në shtëpinë pra në Shqipëri është komplet atmosferë tjetër. Ne kemi folur shpesh që do jetë e bukur kur të vijë europiani në Tiranë, tani që erdhi dhe e pe çfarë përjetimi ishte. Si ndihesh pas ndeshje? Të më drejtën jemi shumë të emocionuar. Realisht jemi në pikën që presim akoma më shumë prej çunave dhe kam përshtypjen që ato pritshmëritë tona që ne kemi diskutuar më përpara bashkë, pra pjesa e kalimit të grupit dhe shkuarja sa më larg, kam përshtypjen që janë objektiva të arritshme tashmë. A të bindi kjo loja e ekipit sot? Për hir të vërtetës, du të jemi sinqert, loja e ekipit ishte shumë e mirë, por dhe kundërshtari nuk ishte në pritshmëritë që ne kishim. Pra ne priqim kundërshtar realisht më të fortë, por ajo që më pëlqeu nga ekipi ishte gatishmëria për t'u përgjigjë disponibilitetit tyre, për t'u përgjigjë kërkesave që ne kishim për lojën. Jam me një lojtar që për ta shikoni ju sjell shumë kujtime aq më tepër tifozëve të Partizanit këtu në Shqipëri, ka luajtur shpesh aty me Tormos Rekaj. Ishte hera e parë që provon një ekip soka tek Shqipëria. Si do duke eksperjenca e re? Ishte eksperjenca e parë me një kombëtare, me një kampionat evropian. E si që din gjithë unë Calceto kam luajt edhe më para, po në një eveniment tillë, është hera e parë dhe më pëlqeu shumë si atmosfera, si ambient. Tani si do duke ekipi soka? Besoj ti ke bërë stërvitje me çunat, po aty në fush është diçka tjetër. Po si shqiptar jemi shumë të bashkuar me çdo eveniment, kemi qenë me përfaqësu vendin sa më mirë tjetë e mundur, si na shqiptarët e dim që jemi popull i vogël. Po shpresojmë t'i bëjmë krenar gjithë tifozët të ecim sa më lart këtë evropian. Tani unë shpesh kam dëgjuar që Mazreka ka qenë nga lojtarët më të fortë në Calceto, Shqipëri-Kosovë. Është e vërtetë kjo? Është e vërtet, po tash edhe mosha, ko besoj jam mirë. Se kisha i kohë periudhë gjatë pa lu Calceto, kam një javë 10 stërvitje, besoj ka marrë mirë. Beson që mund të vjedhë titullin në Shqipëri apo jemi akoma herët për ta thënë? Po, tu po. Jemi në fillim, sigurisht ndeshja e parë na dha një optimizëm të madh, por nuk do me thonë kjo ndeshje të fluturojmë të themi që do bëhemi kampion. Tu po, ta shohmi kundërshtarë të tjerë, nuk i kam po shtetet tjera. I kishte munguar kjo atmosfera Mazrekajt, tribunat, futbolli, dritat. Kjo atmosferë i ka munguar edhe Superligës, edhe futbollit shqiptar, edhe të marrin ndësim edhe ekipet e Superligës e Shqipëria, shkojnë t'i përkrojnë ekipet se futbolli luhet për tifoz, nuk luhet për qefin e vet. Reçi, 1 gol, 2 asist, tani nuk e di, man of the match, ta japim ty apo ta japim në ideali tjetër? T'japim dikujt tjetër. Ja kalon një shoku ekipi. Si ishte ndeshja e parë këtu, një fitore me 5 gola bindi? Ndeshja pavarësisht rezultatit ishte e vështirë. Nisi fort nga të dyja ekipet. Shënuam parët me një goditje standarde që e kemi pas punu në stërvitje dhe më mbrapa vazhdoi gjithçka mirë. Ke provuar europian, ke provuar botëror, po qa ishte ta provoje të luaje europianin në Tiranë? Vetëm kur gjon himnin këtu në Tiranë është komplet atmosferë tjetër. Pastaj gjithçka i lehet fushës. Një fitore me 5 gola që për ndeshjet parë ngrohë dhe publikun shumë. Sa mendoj që ndihmon kjo ekipin dhe për motivim? Patjetër që na jep shumë besim edhe për ndeshjet në vazhdim. Normalisht domethënë ndeshja e parë gjithmonë dihet që është më e vështira edhe për na emocionet, po edhe për pjesën e pikëve që ka në grupet. Besoj që do arrijmë deri me sukses deri në fund. Tani si u ndjeve që të përjetoj europianin në Tiranë, se kemi folur shpesh, por tani edhe momenti ta përjetoj, tani ma thuaj çfarë ndjeve. Patjetër që kur ke publikun tënd është ndryshe. Normalisht fillimisht kemi pak emocion, por që mendimin e publikut, ky emocioni te kalohet, edhe normalisht arrim të marrim dhe maksimumin tonë. Jurgen, ishte ndeshja e parë e europianit për kombëtarin tonë Tiranë. Si u ndjeve një emocion edhe për ty ndoshta për atë që ndodhi këtu? Emocion, zoni na ka hik i papërshkrueshëm. Falenderus për gjithë njerëzit që erdhën, patjetër për çunat që dhanë maksimumin. Thënë drejtën,
thellë mërë në vetë nisha që e ndjeja që kjo do ishte i fitore e jona, po kur se kësha menu kaq thellë të në drejtën, po shqyqyr që çdo gjë tash na u kthy aty ku dojshim. Gjithë mundi, djersa i çunave u përkthyn këtë rezultat, kështu që jam shumë i kënaqur edhe me çunat edhe me organizimin dhe jashtëmos shumë falenderues për gjithë njerëzit që na kanë ardhur dhe na kanë suportuar sot. Unë isha në tribuna dhe pashu publiku e pëlqeu këtë lojë, përqafoj me njëherë si e pa Jurgeni publikun. A ishte ato nivelet që ti kërkove, pra e mbështeti ekipin, e ndihmoi te organizimi? Patjetër, publiku ishte shumica e familjarët ton, patjetër dhe miqtë ton, patjetër dhe sportdashit që shpresoj që ditët në vazhdim të shtohen sa më shumë, sepse ndeshjet sa vinë dhe vështirësohen dhe do të na duhet të suporti i gjithë fansave tonë. Ke provuar Europian botëror me sokën, por ai ishte ky emocioni më i madh, të ishte Europian në Tiranë dhe të ishte edhe kombëtarët tuaj. Them drejtën, kjo ishte e papërshkrueshme. As ndër më të bukur se kisha më imagjinu këtë gjë, kështu që Mund të ka pa gjithë javën një lloj presioni, të ka kaluar tani apo akoma jo? Tash jam më i qetë, po deri nesërmjes, se nesërmjes fillon presioni për neshin me Kiprën. Do vi titulli këtu? Do ngeli këtu, sepse këtu është pa do rri këtu. Ha pas hapit, i marrim ha pas hapit, shpresojmë. Çunat kanë bërë punë shumë të mirë. Shpresojmë të vazhdojnë kështu, inshallah ngel tukë ne. Falenderoj. Faleminderit shumë. Kombëtarja shqiptare bërë një fitore spektakolare. E ndërkohë që takimet e tjera vjojnë të luajnë në stadium, unë pakaloj pak edhe nga fanzoni që është ndërtuar këtu. Një organizim mjaft i bukur që i shton vlerën mini futbollit në Shqipëri. Dhe tregon që me vullnetin e duhur, çdo gjë që duket e pamundur mund të arrihet. Ika tani të pina i birë dhe fanzoni. Ciao.